Administrata tatimore po thellon aksionin për formalizimin e ekonomisë, duke u fokusuar te sektorët me risk të larg për informalitet. Turizmi, ndërtimi dhe hidrokarburët kanë qenë në qendër të kontrolleve gjatë vitit të fundit, ndërsa autoritetet raportojnë rezultate konkrete. Kemi vijuar me punën për sa i përket formalizimit të sektorëve të cilët ne i kemi identifikuar me risk. Ka qenë vjet sektori i turizmit, sektori i ndërtimit, por edhe sektori i hidrokarburëve. Dhe të them drejtën, këto nisma që kemi pasur kanë dhënë rezultate konkrete. Pra, ndërgjegjësimi i operatorëve që operojnë në këto sektor dhe monitorimi në distancë, plus dhe kontrollet në vend kanë dhënë rezultate të prekshme. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve do të japi disa detaje në lidhje me këtë, por ajo që dua të theksoj është që si rezultat i qasjes së administratës tatimore, kemi një rritje të ndjeshme për sa i përket tatimit mbi të ardhurat personale të paguar apo të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ndërkohë administrata tatimore po përdor gjithnjë më shumë analiza të avancuara për të identifikuar rastet e mosdeklarimit të ardhurave, veçanërisht në sektorin e turizmit, por jo vetëm. Në sektorin e turizmit, administrata tatimore gjatë kësaj faze është fokusuar në analizimin e të dhënave të marra nga Booking dhe Airbnb dhe sensibilizimin e tatimpaguesve për deklarimin e saktë në deklaratat e të ardhurat personale. Booking kishte rreth 70.000 tatimpagues për 80 milion euro rezervime dhe Airbnb kishte 8.500 tatimpagues për 40 milion euro rezervime. Mbas fazës së sensibilizimit, administrata tatimore do krye kontrolle ndaj tatimpaguesve që këto të ardhura, të cilat mund të mos jenë deklaruar korrektisht, të vlerësohen nga drejtoritë rajonale. Sipas BINAjt, të dhënat tregojnë për një volum të lartë të rezervimesh në platformat ndërkombëtare, ndërsa pas fazës së sensibilizimit pritet të nisin kontrollet për deklarimin e saktë të ardhurave.